Kompania slovene merr përgjegjësinë për gabimin teknik në Mitrovic, ndërsa KQZ-ja publikon sqarimin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se gjatë ditës së sotme ka pranuar sqarim zyrtar lidhur me gabimin e evidentuar në disa fletvotime të zgjedhjeve lokale të 9 nëntorit 2025 në Mitrovic të Jugut dhe Gjakov. Në njoftim thuhet se pas pranimit të fotografive që tregonin gabimin, kompania ka zhvilluar një hetim të plotë të procesit të prodhimit dhe përgatitjes së të dhënave. Hetimi ka zbuluar se problemi ka ndodhur vetëm në një nga 4 kokat e printerit që shtyp numrin e vendvotimit, përderisa sistemi i kontrollit monitoron vetëm numrin serek, ndaj gabimi nuk është detektuar gjatë shtypjes. CETIS thekson se merr plotësisht përgjegjësinë për këtë gabim teknik, duke nënvizuar se fletvotimet përmbajnë elemente të shumta sigurie që bëjnë të pamundur falsifikimin ose kopimin e tyre. Kompania shpreh keqardhje të thellë për incidentin dhe konfirmon se mbetet në dispozicion të plotë të KQZ-s për çdo ndihmë dhe hetim dhe verifikimin e fletvotimeve për të sqaruar rrethanat e rastit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sqaron se për këtë përgjigje është njoftuar edhe Prokuroria e Shtetit.